Doron jetë bashkëshorti i deputetes së Partisë Demokratike, Elda Hoti, do të na mungosh gjithjetën. Deputetja e Partisë Demokratike, Elda Hoti, ka ndarë me ndjekësit një lajm të trisht duke bërë të ditur ndarjen nga jeta të bashkëshortit të saj. Përmes një postimi prekës në rrjetet sociale, Hoti ka dhënë lam të mirën partnerit i jetës me fjalët që shprehin dhimbjen e humbjes. U prefsh në paqe i miri i zemrësime, Ladi im, shpirti im, do të na mungosh gjithjetën, shkruan deputetja duke shoqëruar mesazhin me fotografi. Vllai i tij, Aleksandër Ndoja, njofton se 46 vjeçari u nda papritur nga jeta si pasojë e një ataku kardiak. Përmes një postimi në rrjetet sociale, ai shkruan se kjo është një goditje e rëndë dhe papritur për familjen e tyre. Me dhimbje të thellë njoftojmë se vllai i dashur Ladi Ndoja u nda papritur nga jeta në moshën vetëm 46 vjeç si pasojë një ataku kardiak, një goditje e rëndë dhe papritur për familjen tonë që na ka lënë pa fjalë dhe me një dhimbje të pamas. Ladi la pas bashkëshortën e tij të dashur Elda Hoti dhe 2 fëmijët e vegjël, të cilëve u mungon tashmë shtylla e familjes së tyre. Në këto çaste të vështira kërkojmë mirëkuptimin e të gjithë miqve, të afërmve dhe dashamirëve, ndërsa përpiqemi të përballojmë këtë humbje të rëndë. U prefsh në paqe i dashur Ladi, kujtimi yt do të mbetet për herë në zemrat tona, shkruan ai.